Miqtë e emisionit foli u përshëndes nga Kakomea. Sot Kakomea është çliruar nga banorët e Nivicës, që kanë 22 vite që e presin këtë ditë. Ata thonë se i kanë të gjitha dokumentat që vërtetojnë që ata janë pronar 4 ciprish i kësaj prone, të rrethuar për resort para 22 vitesh. Sot banorët janë aq të irrituar sa kanë ngritur dhe shkatruar çdo gjë që kishte lënë kompania në hyrje. Çuna! Kujdes çuna! Evolución. Es más para. Po, këtë kishte rrethuar kryeministri shqiptar. Kush? Ai Edi Rama, një njeri që dhe sikur të vesh të bizetosh me të, mund të bizetosh me shkallën më të lartë të arrogancës. Të regjistruara në 1912, në kohë të Zogut, në 48-ën dhe në 91-shin me ligjin 7501. Pra ju i keni kam dokument sot, un kam sot dokument certifikat tash është telefon. Ja ti e kam. Po, kam familja ime ka 1 metra aty. Ja ku ke? Un kam që në 2005. Nuk pa shkelur është ditë e parë sot. E kuptoj. Prindrit e mi nuk e jetuan, nuk e gëzuan. Edhe shumë të tjerë. Pothuajse gjithë fshati, gjithë njerëzit që kanë marrë pronë këtu, sot kanë ikur. Kemi mbetur shumë pak. E qartë. Dhe unë sot këtu kam ardhur për nderin e gjeshërve të mi, për nderin e prindërve të mi, dhe për amanetin e djalit tim që ka humbur jetë, dhe kur ka ikur, më ka thënë, Kakomea, dhe sot në mëngjes, kam vajtur tek varri i djalit tim, i kam këput di karafila, dhe i thash, babi sot do vritet për tia. Bravo. Sa të ketë një vicë atje, nuk e merë një Kakome. Në qoftë sa i zotëria të këj letra, ku është ai? Pse nuk i dim se pronë vetë? Nuk i vjen gjina për leku që ka hedhur? Pa ishtë hajdut dhe fshet tani. Pse fshet? Çdo që fshet? Ne jemi këtu, pronash këtu. Kjo është pronë e trashëguar e jona, është e mbrojtur me ligjin 751, është e mbrojtur edhe nga ne se s'kemi dekur. Babai im është në kamerë, po ta shikosh që këtu vite rrotull. Diq babai. Nuk i pa pronë, diq me ëndër. 70 vjeç, do të desdeu. Kam djalin nga mbrapa, djalin me gjithë djalë. Vallë këta, mos kam parë ëndra se ne, po desin të gjithë e këta dorojnë. Ku nale të sëmëzdo me do desën dhe ata? Ku e të shpijen pronat? Ne jemi pronar këtu. Kjo është prona. Kjo është pronë. Se këti. Dakor, kjo është pronë. Po si e tjetër Tani, ai si e bën këta rrethimin? paraforsit, që ai që bën trimin apo të zgjuarsin apo qeverin, ai let vetë përballet me këtë. Këtu janë 1005 frim. 1005 frymë që kanë një cop tokë. Kanë 200 metra për frim. 200 metra. Në ligji 750. Sa kjo pjesë këtë janë? Janë 129 trunje që këtu deri në Sarandë, që është prona e tyre. Paketa e maleve është një timuse për të mbuluar Halia e Ramës ka vjen me atë Belindën, se s'dua ta ofendoj. Ne mos e ofendojmë se si kemi këtu. Nuk ofendova, dhe në qoftë se paketa e maleve do realizohet, ne do ikim të gjithë këto djalëm atje ta marr. Nuk realizohet kur të des divisioni i fundit do realizohet. Mua më thyen brinjët në Ti thyen brinjët? Po si mo? Kush, policia? Po si mo? Në 2005. E se denoncove që të theu brinjët? Jo. Kam vajtur në mbi 100 gjygje. Gjyqtarët kanë urdhra
nga lartë, nga këta maskarent që na drejtojnë, kanë urdhra që shtirni Gjigjin, dikën gjishit tanë, babalarët tanë e tjerë, të desën, ata shonë popullin të desën, ata nuk janë me zëmër. Nuk janë me zëmër, po të na bëjnë dhe neve pa zëmër. Dhe Luan Leka nuk do vi këtu, pa po të vi këtu, të përballet këtu, dhe se shto thot t'jesh edhe ti këtu. U da jam i pari që ta apet. Luan Lekën. Jam një grua me kancer, tani që flasun sot këtu. Por nuk e lë të vdes të ngelem këtu. Nuk, pse për fëmijët e mi. Të 3 qeverive, 30 qeveri, një surrat kanë surrat Hajduti, dhe nga Hajduti nuk merr gjë. Ne jemi të gatshëm të japim jetën për pronën tonë dhe për Kakomen. Ata po janë të gatshëm të japin jetën, le të vinë këtu. Ne nuk e llogarisim ato, se jemi në pronën tona të gjishërve tanë, të stërgjishërve, edhe është akoma e larë me gjakun atyre. Pra, aty ka shkuar puna tek. Nuk ka më kthim brapa. Nuk ka më kthim, më keq. Se nuk ka ardhur Luan Leka në kaq gjyqe, dhe kaq herë që kemi ardhur na me 100 herë në Kakome. Pse s'ka ardhur ballafaqen e neve? Nga kush e morri? Pse s'ka ardhur më një herë? Një të vetme. Ne e dim si e kanë marrë, edhe njohim kush janë pse pushtetarët e kësaj republike. Si e ka marrë, ti themi gjëra të rrallë. Me letra të falsifikuara, duke na rrahur, duke na shtypur neve vendasit, edhe vetëm e forcë. Ora rrethuam djem tan më 1000 ca policë, çfarë kishte milica more. Fatos nanu ai pari, ai që ka ngordhur e të gjithë me radhë, bashkë me Salih Berishën edhe me këtë lepurin e Surrelit. Dhe ki, është bashkë me ta. Ki e merr me ligj, më keq se ata. Ki bën paketën e maleve, edhe i bëjnë thirrje. Të tërheq ta ligje se do të tërheqet zvarr në Shqipëri. Unë ja bëra pyetje. Ki do ketë fatin e Sat Pash Toptanit. Fatin e Sat Pash Toptanit do ketë. Se Shqipëria ka plot avni Rustemër. Nuk është një e di, ka shumë avni Rustem Shqipëria. Edhe do ketë fatin e Sat Pash Toptanit. Prandaj ti thirr mendjes, ki lepur i Surrelit. Në qoftë se janë të gatshëm të japin jetën, bashkë me çka pjell, le të vinë. Ne këtu nuk e llogarisim jetën tonë para pronës dhe mbi pronën dinjitetit tonë. Se na kanë cënuar në dinjitet. Edhe nuk ka më kthim brapa.